edhe jashtë për një person o vlla që e ki kalu gjysën e jetës me ta, dyshimet të ngriten, apo din për gjithë të cilin. E që shetë ceki edhe Klodi të e pas parasysh që jena me një loj, edhe siljet e tua mas i shkum finali o në konë pak weird edhe normal që njeri ngriten dyshimet. Saj përket pjesës fake, unë prap ta kom thonë, unë personalisht nuk jom prejk shumë, normal që mirë nuk kem ka ardhë për shkak se nuk e kom prit prej teje. Apo den, me Klodin nuk e kom prit prej teje, nuk e kom prit prej teje fake, se unë e pa marrë parasysh që ka me mbo qysh tek, unë e kur nuk qona diqysh mi qut të natë mirat, edhe mi harru të natë edhe veç për një situatë fake. Jo, fake, i cek 2, 3, 4, 5 raste, edhe ma ndeni... Pyetja për pëlqimin. Po, dhe një familë në momentin që ti po fillon me këqyre Elionën si kundështare, jo si shoqe, kështu Eliona nuk po njët mirë, edhe automatikisht... Po që është në gjanë ndodhe me mu para 4 ditve. A ma të këtë biseda që kemi pas në 3 lëndrim që ka thonë, kam fillu me këshyr lojen edhe së shonoj qmimin me që jam në finale, edhe prej pytis që më karë për pëlqimin ndaj në Klodit. Kështu që kur ti e thu fjallën shok fake, më falë, ne prapë e marë si pjesë e lojës, apo kupton? Se ti e jo, mu realisht mendimet e juja edhe dyshimet mu kanë dukë si një pjesë e lojës, se që ato se kom kuptu, se që ato ti mund është me dyshu në lojen e njërit, po jo, në momentin që ti thu që një njërë është mashtrus, ajo është një prekje në karakter të vetim, do, ju keni na e kremu i dit me mu. është shumë e drejta juve, po edhe ju kuptom në një reagimi. Probleme është që ti po në thune me të kuptu reagimin ty, po ti s'po kupton na reagimin që kemi pos Eli, realisht dyshimet e mija, me një farë përderisa e lypi biseden, edhe e lypi vete kum lyp, edhe ju kum gude në fund, edhe jo mënu, e keni po paka shumë edhe vetë, që unë realisht dëshira jam u kohë një kuptu, se në momentin që ju kuptoj, mu nuk më lëndon ajo gjo mu mrena, në momentin që unë muj me kuptu, pse kë usil qështu me mu, unë edhe atë peng që met mrena vetës e heki.